10 arsye sepse ti po dështon her pas here. 1. Po përqendrohesh her pas here te gjërat që nuk ke në vend që të përqendrohesh te gjërat që ti mund të ndërtosh. 2. Po pret momentin perfekt ndërkohë që gjërat kërkojnë vazhdimsi të vazhdueshme. 3. Ke frikë nga gjykimi i njerëzve më shumë se sa ti mund të kesh frikë se të humbësh ëndrat tua. 4. Dorëzohesh nga disa pengesa kur ato në fakt janë pjesa e rrugës tënde. 5. Nuk beson mjaftueshëm në vlerën që ti ke për të ofruar atë gjë që ti dëshiron. 6. Po e krahason kapitullin tënd të parë me kapitullin e 10 të dikujt tjetër. 7. Fokusohesh tek problemet e përditshme dhe jep më shumë energji frikës se sa gjërave që ti dëshiron dhe suksesit që ti dëshiron të kesh. 8. Kërkon rezultate të menjëhershme për diçka që don kohë dhe durim. 9. Harron të jesh mirënjohës për atë gjë që ke sot duke qenë mos mirënjohës për gjërat që ti dëshiron për nesër. Dhe numri 10, numri më i rëndësishëm, por e lash në fund, po kërkon bekime të mëdha nga Zoti, por ti po ndihesh si njeriu që nuk është i aftë të ketë ato gjëra që dëshiron.